Mjeku që udit botën, hurma shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Hurmat, frutat e pasura me ushqyes, kanë në vërtet një shije të veçantë. Ato janë aleate të vlefshme për shëndetin tuaj, sidomos për zemrën, rregullojnë funksionin e zorëve dhe gjithashtu japin vlera të larta në mbrojtjen e organizmit. Frutat ushqyese dhe të pasur me energji, që kanë vlera laksative dhe diuretike, hurmat janë të pasura me kripra minerale, veçanërisht me kalium, thelbësor për ruajtjen e lëngjeve në qeliza. Shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht te frutat shumë të pjekura. Kur ajo është e papjekur, është e pasur me tanine, të cilat japin një shije të idhët. Në fund të procesit të plakjes, taninët zvogëlohen ndërsa sheqerat rriten, duke i dhënë hurmës shijen e saj tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme për ata që vuajnë nga anemia. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Elthisaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore të këtij fruti dhe kush duhet i konsumojë më patjetër. Hurmat mbrojnë zemrën dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasur me antioksidant, fibra dhe minerale, ato parandalojnë arteriosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, falë flavonoidit të quajtur astragelin që përmban, reduktojnë presionin e gjakut dhe ndihmojnë ata që vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër edhe më të shëndetshme. Hurmat janë një rregullues shumë i mirë i zorëve. Hurmat janë një mik i çmuar për ata që vuajnë nga kapslloku ose koliti. Në fakt, ato ndihmojnë në rregullimin e funksionit të zorëve. Përmbajtja e lartë e fibrave bën atë një produkt i jashtëzakonshëm kundër kapsllokut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë të çmuara për të rivendosur florën e zorëve dhe për të ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme. Hurmat janë të mira kundër kapsllokut. Nëse vuani nga kapsllëku ose edhe mbajtja e ujit, rekomandohet të merrni një hurmë në mëngjes. Kur trupi është më i pranishëm, në këtë rast preferohet edhe hurma e pjekur mirë, pa fara ose me lëkurë. Nëse vuani nga koliti, gjithashtu hurmat mund të vinë në ndihmë për shëndetin tuaj. Nëse vuani nga koliti, hurmat duhet të konsumohen në mëngjes, por duhet të jenë pak të papjekura. Kështu do të keni edhe efektin e tyre mbizotrues për shëndetin tuaj dhe mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Konsumi i hurmave në dietën tuaj të përditshme do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ato janë gjithashtu edhe mjaft të vlefshme për efektet e tyre dietike. Hurmat përmbajnë kryesisht ujë dhe 16% sheqer i balancuar nga prania e fibrave, për 2,5 gram për kile. Kalorit janë 65 kalori për 100 gram dhe janë të pasura gjithashtu me minerale dhe vitamina. Këto fruta janë të shkëlqyera për djegjen e yndyrnave dhe sigurojnë në trupit vitaminën C. Kanë një veprim antiinflamator dhe përfitimet që mbajnë yndyrën dhe ujin. Midis vlerave ushqyese që ajo ofron është edhe prania e kaliumit, një substancë që jep hurmave vlerat e shkëlqyera diuretike, veçanërisht nëse konsumohen edhe në mëngjes. Gjithashtu, hurmat janë të mira edhe për të përfshirë në dietën tuaj të detoksit. Për të ndihmuar mëlçin në përgatitjen e këtij lëngu, centrifugoni gjysmë hurme dhe coptëzoni xhelin me një lugë lëng limoni të freskët. Ju do të keni një pije të shkëlqyer detoksifikuese të mëlçisë, e cila mund të konsumohet e sëll. Prania e ulët e kalorive pavarësisht numrit të lartë të ushqyesve të tjerë të dobishëm për shëndetin, e bën hurmën një frut ideal për të shijuar gjatë ditës, sidomos edhe për humbjen e peshës. Hurmat rekomandohen për të larguar lëngjet dhe toksinat, stimulojnë butësisht aktivitetin e zorëve në eliminimin e mbeturinave falë fibrave të tyre. Shija e ëmbël pastaj zvogëlon dëshirën për ushqime të tjera me sheqer dhe yndyrna, prandaj mund të përdoren në vend të ëmbëlsirave me kalori të larta. Përveç kësaj mund të konsiderohet një shtojcë natyrore që mbushin çdo mangësi të vitaminave, mineraleve në veçanti të karbohidrateve, që janë të mira për zemrën gjithashtu edhe për lëkurën. Hurmat duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Konsumi i tyre do të japë përfitime mbreslëndse edhe për mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm.
Krahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbartin vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, janë të pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant, si dhe mbajnë ujë për shumicën e rasteve. Por gjithashtu kanë fibra, vitaminën A, C, kripra minerale, si potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së këtyre substancave, hurmat do t'japin gjithashtu energji të madhe organizmit tuaj dhe do t'japin gjithashtu përfitime të mira për shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i hurmave në dietën tuaj ndihmon me tretjen dhe me jashtëqyetjen. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative dhe ndihmojnë në përjashtë për shkak të përmbajtjes së lartë të tyre të fibrave. Por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanine, ato janë të dëmshme që dëmtojnë këtë proces dhe konsumohen të pjekura dhe mund të jenë gjithashtu efektive kundër konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasur me vitaminën C, e cila njihet për vetit e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqer, vitamina dhe minerale. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën ato të dobishme në përfitimet e energjive të nevojshme për organizmin. Hurmat janë një frut shumë i mirë edhe kundër problemeve të anemisë. Në fakt, efektet e tyre janë të mira për prodhimin e hemoglobinës, e cila është shumë e rëndësishme kundër këtyre shqetësimeve. Ato janë të mira për lodhjen, stresin dhe problemet kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes të stresit psikologjik. Rrjedhimisht si pasojë e efekteve të tilla pozitive mendohet se ato ndihmojnë edhe në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, në të cilat dihet se kanë efekte të mira edhe kundër stresit, reduktimi i të cilit mund të çojë në reduktimin e problemeve të ndryshme, sidomos ato kardiovaskulare. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë vlera të çmuara për shëndetin, gjithashtu edhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Hurmat kanë aftësi të mira për shëndetin e përgjithshëm, ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive do të jetë një mundësi e shkëlqyer për shëndetin dhe për mbrojtjen e organizmit tuaj. Hurmat, ose siç quhen në disa zona kaki, janë një frut i veçantë i cili mund të ofrojë shumë për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Falë përmbajtjes së substancave, hurmat janë të dobishme për energjinë e organizmit, mbrojtjen e sistemit imunitar, kanë aftësinë të përmirësojnë tretjen dhe të luftojnë lodhjen. Hurmat janë jashtëzakonisht të mira kundër stresit, kundër anemisë ose mungesës së oreksit. Në vendin tonë mund ta gjejmë atë në lloje të hurmave me far dhe atyre pa far. Por fat të mirë është shumë e lehtë për të bërë ndryshimin midis të dyjave. Varieteti i hurmave me far është një kokër e vogël me maj në pjesën e poshtme të saj, ndërsa tjetri ka formën e një domateje me një gropës të vogël në pjesën e poshtme. Konsumatorët e tregjeve të fshatarëve mund të arrijnë të gjejnë edhe hurma superfarzeza, të quajtura hurma çokollatë, që quhen kështu si rezultati i ngjyrës së errët dhe të ulit të hurmës. Gjithashtu, hurmat ofrojnë edhe një shije të veçantë, sidomos gjatë këtyre ditëve. Sipas ekspertëve, për personat mbi moshën 30 vjeçare janë një frut shumë i mirë edhe për të marrë elemente të ushqyes të cilët janë edhe të vështirë të absorbohen pas kësaj moshe. Ato që i dinë hurmat dhe i konsumojnë ashtu si duhet, do të marrin një sër efektesh pozitive për mbrojtjen e shëndetit. Hurmat janë të pasur me antioksidantë të cilët ngadalësojnë procesin e plakjes në nivel qelizor. Elementët të cilët gjenden te hurmat forcojnë sistemin imunitar. Ato përmbajnë vitaminën C dhe një frut i hurmës përmban 20% të normës ditore për një të rritur. Gjithashtu, hurmat përmbajnë edhe bakër, zink, kalium dhe jod. Për mjekët, këshillohet që konsumi i tyre të jetë në baza të rregullta ditore për personat mbi moshën 30 vjeçare, edhe për të ndikuar pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit, siç është edhe procesi i tretjes, citon Healthy Site. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.